Ishte një nga ato mbrëmje kur shtëpia e Big Brother Kosovës dukej më e rëndë se zakonisht. Ajri nuk lëvizte, edhe pse dritarët ishin të mbyllura prej kohësh. Banorët rinin të shpërndar, secili në mendimet e veta, sikur të gjithë ndjenin se diçka po vinte. Limi rinte ulur vetëm në dhomën e ndenjës, përballë kamerës kryesore. Nuk fliste. Nuk qeshte. Nuk luante. Për herë të parë pas 2 javësh, ai nuk po kërkonte kënd më të mirë kamere, nuk po ndërtonte fjali për publikun, nuk po mendonte si do të dukej jashtë. Alba e vështronte nga larg. Ajo e njëjta atë shprehje. Ishte fytyra e dikujt që kishte lodhur së shtiri. Zëri i Big Brotherit ndërpreu heshtjen. Limi, Big Brother të fton në dhomën e rrëfimit. Ai u ngrit ngadalë. Hapat e tij ishin të rënë. Jo nga frika e nominimit, por nga frika e së vërtetës që po i afrohej. Dera u mbyll pas tij. Drita e bardhë e dhomës së rrëfimit ishte e fortë. Kamera përballë. Një mikrofon i vogël. Heshtje absolute. Limi, si po ndihesh këto ditë? Erdhi pyetja neutrale. Ai qeshi lehtë. Një qeshje pa humor. I humbur. Pse? Ai uli syt. Mori frym thellë. Dhe pastaj pa e rrotulluar më fjalën. Sepse prej 2 javësh nuk po bëj lojën time. Pauzë. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti zëri. Limi ngriti kokën drejt kamerës. Do të thotë që nuk po reagoj si Limi. Po reagoj si dikush që po luan një rol të caktuar. Rol të kujt? Ai hezitoi vetëm një sekondë. Të produksionit. Në regji, monitorët u ndezën. Një tension i menjëhershëm. Shpjegoje më shumë, erdhi zëri, tashmë më i ftohtë. Limi u mbështet pas karriges. Më janë sugjeruar situata. Më janë shtyrë emocione. Më është thënë kur të flas dhe kur të hesht. Më është dhënë ndjesia se disa përplasje duhen mbajtur gjallë. Për shembull, ai mbylli syt për një moment. Alba. Aurora. Unë në mes. Një frymëmarrje e thellë. Xhelozia. Paqartësia. Se di ku do më dalë. Kjo fjali nuk ishte spontane. Ishte e kultivuar. Heshtje. Dhe kjo lojë e kujt është, si pa? Së teje? Pyeti zëri. Limi e dinte që kjo ishte pika pa kthim. Loja e produksionit. Loja e Olsës si regji kryesore. Ai e tha qetë. Pa mlef. Pa akuzë. Thjesht si një rrëfim. Po pse e pranove? Erdhi pyetja. Sepse këtu brenda, kur je i lodhur, kur do të qëndrosh, fillon të mendosh se ndoshta loja jote nuk mjafton. Dhe atëherë bëhesh pjesë e një narrative më të madhe. Në shtëpi, banorët nuk e dinin çfarë po ndodhte. Alba ndjente vetëm një shqetësim të pashpjegueshëm. A mendon se kjo të ka ndryshuar si personazh? Vazhdoi zëri. Po, tha Limi. Më ka bërë të dukem i paqartë. I ftohtë. I pa drejt me njerëzit që kam afër. Sidomos me Albën. Ai heshti për disa sekonda. Dhe kjo është arsyeja pse sot jam këtu. Sepse nuk dua më ta vazhdoj. Çfarë do të ndodh tani? Pyeti zëri. Limi u ngrit pak përpara. Tani dua të luaj lojën time. Edhe nëse më kushton largimin. Edhe nëse prishet narrativa. Edhe nëse nuk jam më interesant. Dera e dhomës së rrëfimit u hap. Kur lë.